Britsjap, kjo video është për ty. Sot të kanalizoj një gujë të shkurtër shpirtërore se si do jetë viti i galit për shenjën tuaj. Mos harroni që kjo është një gujë e përgjithshme dhe nuk aplikohet për secilin prej jush. Ju që doni gujtat personalizuara, shkruani në mesazhe private në Instagram dhe mos harroni që janë me pagesë. Kalojmë direkt tek mesazhet për vitin e galit për shenjën tuaj. Gjërat e mira. Sa gjërat e panjohura. Britsjap, të kërkohet që gjatë këtij viti të fillosh ose të thellosh një rrugtim shpirtëror ku të futesh në skutën tënde më të errët dhe aty të sistemosh dhe të rregullosh çdo gjë. Të lëshosh atë që duhet të shkoj, të mbash atë që duhet të mbash atë që të çon ty drejt rrugës tënde më të mirë, të shikosh kush janë ngjarë për rinjt e tu, të shikosh kush janë ato ferrat e kalbura, të shikosh kush është ai themel që tundet kollaj kur vjen ndonjë stuhi në jetën tënde dhe të kuptosh kush janë themelet e tua të vërteta dhe të kuptosh çfarë ka vërtet vlerë për ty që ja vlen të vi në jetën apo në kapitullin tënd të ri. Duhet të kalosh një natë të errët të shpirtit tënd, të përballesh me frikrat e tua, të përballesh me anën tënde të errët, të kërkohet të bësh shumë shadow work. Ditë për ditë, jo kur të kesh kohë. Ti se ne dim që ti s'ke kohë ndonjëherë, por duhet ta bësh ti kohën për të bërë shadow work, sepse duke punuar me anën tënde të errët, do kesh mundësinë të ngjit të shkallat një nga një dhe të dalësh jashtë në dritë. Dhe çfarë ndodh këtu te kjo drita? Ndodh që ti fillon një kapitull të ri, ndodh që ti hidhesh në të panjohur dhe jeta apo universi apo Zoti ty të mban pezull, nuk të lë të biesh poshtë, sepse ti beson që nga gjithë kjo natë e errët, nga gjithë kjo përballje me anën tënde të errët, frikrat, lëndimet, zhgënjimet e të gjitha këto, ndodh që ti shpërblehesh në fund. Një kapitull do përmbushet për ju këtë vit dhe ju do jeni gati të filloni një journey të ri, një kapitull të ri, ku do jeni në një vit të drejtë me shpirtin, zemrën dhe mendjen tuaj apo me më të mirën tuaj. Besoni, ju kërkohet të bëni një quantum jump dhe teksa ju lëshoni pas të shkuarën, bagazhet e së shkuarës, jeta ju kërkon dhe ju premton që kapitulli i ri do vi, ana e re këtu, kapitulli i ri do vi, po ama ju duhet të pushoni, të kujdeseni për veten tuaj në nivel njerëzor, shpirtëror, emocional, por gjithashtu dhe fizik. Çojeni veten në ndonjë spa, çojeni veten me pushime, blini gjëra të mira, llastojeni veten tuaj, por dhe mbi të gjitha pushoni nga puna apo nga aktivitetet sociale. Merrni kohë që të kaloni me veten tuaj, se përndryshe si do ndodhi kjo? Ndodh vetëm kur ju nuk shpërqendroheni me njerëz të tjerë dhe kaloni kohë me veten tuaj. Mos keni frikë të kaloni kohë vetëm. Llastojeni veten tuaj dhe lejojeni veten tuaj të filloni një kapitull të ri, një kapitull që është në një vit të drejtë me çdo gjë të mirë dhe hynore që ju përket juve. Mirupafshim Britsjap dhe të shikohemi në gujta të tjera.